I shoqëruar nga policia Arion Velia ju paraqis sot në SPAK për të dëshmuar në lidhje me hetimet që po zhvillohen ndaj tij, kryebashkiaku i Tiranës, i cili ndodhet në paraburgimin e Durrësit, u mor në pyetje rreth 90 minuta në praninë të avokatëve të tij, Ermir Beta dhe Artur Selmani. E pas dëshmisë, ai u rikthye në qeli pa dhënë deklarata për mediat. Burime nga SPAK konfirmojnë se Velia që komunikuan një akuzë re, futja e sendeve të palishme në qelitë e paraburgimit. Ky akuzë i shtohet dosjes së tij, e cila përfshin korrupsion pasiv dhe pastrim parash në bashkëpunim. Sipas hetimeve, ai dhe bashkëshorti Ariola Xoxa kanë përfituar mbi 1.1 milion euro përmes një skeme rishfeti dhe transaksionesh fiktive dhe kompani dhe OJF të lidhura me ta. Ndërkohë hetuesi po shqyrtojnë prova të reja që sugjerojnë se Velia i ka orkestruar sume kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve nga qelia. SPAK ka sekuestruar kamerat e sigurisë dhe regjistrat e paraburgimit, duke analizuar vizitat dhe komunikimet e tij. Në dosjen voluminoze të SPAK përfshihen dhe biznesmen të njohur si Elman Abule, Gentian Sula dhe Shkëlqin Fusha, të cilët dyshohen se i kanë ofruar Veliait rishfete në formën e pronave, sponsorizimeve dhe transfertave financiare në këmbim të tendrave dhe lejeve të ndërtimit. Hetimet vazhdojnë ndërsa prokuroria pritet të fillojë analizën mbi përfitimet e Veliait dhe trajtimin e tij brenda paraburgimit.